Në qytetin e Gjakovës po zhvillohet edicioni i treti i festivalit Ditët e Shqiptarit, një nga ngjarjet më të mëdha kulturore të verës, që ka nisur nga data 17 korrike, do të vijojë deri më 9 gusht, duke sjellë 10 aktivitete artistike, kulturore, sportive dhe turistike. Festivali bashkon artistë dhe krijues nga të gjitha trevat shqiptare, duke e kthyer Gjakovën në një qendër të rëndësishme të kulturës dhe traditës shqiptare. Sonte ishte një mbrëmje fantastike për ne, grupin Elita Pjesë. Publiku ishte i mrekullueshëm, besoj se edhe ne dham maksimumin që sonte t'i kënaqim ato. Ishte një mbrëmje që do ta mbajmë mend gjatë ne si grup dhe besoj se shpejti të rikthehemi Gjakovës. Sot kena kaluar shumë mirë të ditët e Shqiptarit. Grupi Elita 5 kanë qenë të mrekullueshëm. Faleminderit shumë për eksperiencën në ditët e Shqiptarit. Ke eksperiencë pak më ndryshe se sa zakonisht që jemi mësu në bo, po gjithmonë sfidat kënaqësi, kështu që faleminderit edhe një herë. Unë jam Sana dhe kam ardhur nga Tirana vetëm për festivalin e ditëve shqiptarit. Ka qenë një super atmosferë me Albanin sot, jemi kënaqur pafund, atmosfera ka qenë 10 nga 10, njerëzit 10 nga 10. Edhe nuk do harroj asnjëherë këtë moment që përjetuam sot. Faleminderit shumë ditët e Shqiptarit, ishte e mrekullueshme. Gjatë 4 javëve të festivalit do të organizohen koncerte, ekspozita, promovime librash, dokumentar, aktivitete në natyrë, gara sportive dhe panaire tradicionale në disa prej hapësirave më të njohura të Gjakovës dhe zonave përreth. Organizatorët synojnë që edhe këtë vit, Ditët e Shqiptarit, të promovojnë vlerat kulturore, historinë dhe turizmin, duke tërhequr mijëra vizitor nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora.